Gati. Mrekulli, pra, a i këto nuk i dalon. Pse? Na le, thonë, ne që themi s'ka Zot, s'na dhe. Pra, u dashka me thonë, ka Zot, edhe ne, që t'na japësh edhe ne. Allahu Gjelle Gjelalu, thot, merni, se unë jam Rahman, thot, i përgjithshëm, nuk u daloj, thot, merni, mohoni, vazhdoni, edhe ju që besoni, edhe ju që s'besoni. Pse? Atëherë, nëse Allahu do t'i prevon data nga Rahmani, dhe me thonë që me i dalu, shiko, ku jeni? Seni të bo, nuk ju japë të shi. Se ju po shani shiun, po shani Allahut. Pra me një gjuhë disa fjalë të këqija ju që kanë thonë njerëzit në kohën e komunizmit për shiun dhe për Zotin Gjelle Gjelaluhu, vallaj nuk mund t'ja them. Them që i kanë gjuhë veshja të herë, mos t'i ngjoj mo. Nuk mund t'ja them. Sepse shumë të rëndë. Megjithatë, Allahu Gjelle Gjelaluhu ju jepte. Dhe mas kësaj vjen fjala Rahim. Të shtetë dallon çështja. Rahim, pjesa më e madhe kësaj mëshire, kësaj dhënie, është në jetën tjetër. Dhe atje është veçanërisht për besimtarët. Atje do të kërkojnë dhe ata. Po ishim ne në dynjë, po, ju thot Allahu Gjelle Gjelaluhu. Po na dhe sa dush në dynjë, jo, akum dhënë vetëm për dynjë. Nuk u ka pas asnjë hajër për ahiret, sepse ju keni qenë mosbesimtarë. Po t'ju dallojshë, ja shife se e banë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Po na detyron me forcë. Allahu edhe me forcë detyron që ti me e pranu Zotin Gjelle Gjelaluhu, por Rahim është posaçërisht për jetën tjetër. Pra, me fjalën Bismillahirrahmanirrahim kuptojmë që çdo gjë, çdo punë ta fillojmë me Bismillah. Pse shkatërrohen njerëzit sot? Pse ngelin njerëzit në Brazilet pleqve sot? Sepse kur i kanë martuar ato çiftet, nuk kanë thonë Bismillahirrahmanirrahim, por kanë thonë për të mirë. Me alkool përpara, me khamër, pi, pa Bismillah, edhe ka ardhur ky çifti në jetë, janë bashku këta. Mos ti bashkimi kanë ardhur edhe fëmijët. Krejt haram, krejt të merr, çfarë ka në zilet pleqve. Kanë ngel atje, edhe ashtu do të vazhdoj të ngelin. Pra, na vërtetohet fjala Allahu Gjelle Gjelaluhu që ju mos u çuditni, se ju kam dhënë atyre, do t'ju jap. Do t'ju jap. Pra, boll, keni pa, ploti kanë bangat me haram, me kamat e me gjitha të këqijat. Pra, çdo gjë me fillu me emër të Zotit Gjelle Gjelaluhu. Çfarë do që të ndodhi? Nga mirësit, nga begatit. Jo me vrap me festu. Bismillahirrahmanirrahim. E fillova ditën sot po. Çfarë dha Allahu? 1, 2, 3, 4, 5. Çfarë vazhdojmë tash? Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Shiveni. Pra, da bëjmë lutja, da bëjmë mirësi, një begati. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Pra herën e parë, falënderimet, përnderimet, i qofshin vetëm Allahut, Zotit gjithë botën e vet. E shifni çfarë ka i gjatëm qef këtu? Zotit gjithë botrave. Pse ju një pjesë i besojnë se Zoti është i shkrenjë me krijesat. Pra, Zoti është me detin. Deti është një lloj Zoti. Toka është një lloj Zoti. Qielli është një lloj Zoti. Dielli është një lloj Zoti. Hana i Zot në vete. Pra, ka shumë nga këto lloj besimesh pagane që Allahun Gjelle Gjelaluhu e besojnë të bashkuar me krijesat. Pra kur thot mal, ato është Allahu. Mal është edhe pjesë e Zotit. Allahu na ruaj. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot, nuk kam të ngjashëm me asisen. E si e dallojmë ne si besimtar islam? Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Por edhe falënderimi takon atij, Zotit gjithë krijesave. Ky ka rregulluar gjitha këto. Edhe vetë është jashtë krijesave. Vetë është i pangjashëm me krijesat. Absolutisht. Asnjë lloj ngjashmërie me gjithë se i ka krijuar të gjitha. Tash do fillojmë mirësinë, begati. Falënderimet qofshin për Allahun Zotin e gjithësisë, që na mundsoi që të jemi në xhami. Po falënderimet qofshin për Allahun që na mundsoi të falim namaz. E kryeve i vepër të mirësit, falënderimi i qoftë Allahut. Pse? Kjo të ndihmon që mos të rritet mendja. Jo falënderimi i qoftë filonit, po falënderimi i qoftë Allahut që e boni sebet filonin që mund të ndihmoj.
Aje boni shkaktar. Aje boni shkaktar atë mjekun me gjithë ilaçin tëtë, me gjithë smundjen tëte. Pra vazhdimisht themi, elhamdulillahi rabbil alamin. Madhështore, mos e vend prap dy emrat e Zotit xhel xhelalu, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, sunduesi i ditës gjykimit. Pra, bridhni ju mos besimtar, thalluni, po dhe ju besimtar, keni kujdes, sepse mbreti i ditës gjykimit është Allahu. Pra, pas ka një mbret, pas ka një Zot, pas ka një gjykues suprem, të jashtëzakonshëm, të drejt, pa asnjë lloj hile, por pas o ditë gjykimi. Pra nuk është ky mbreti i ditës gjykimit, pra Allahu xhel xhelalu nuk është se është vetëm një gjykues, po ka dhe njerëzit do ta dinë që ne do të dalim atje për të dhënë llogari. Pra aja son do ditë në gjykimit. Ju thot mbretërve të Allahu xhel xhelalu në këtë botë, ore, ju jeni mbretër të kësaj bote, ju kom dhonë pushtet, ju kom dhonë mirësi, ju kom dhonë begati, po kujdes se unë sundoj ditë në gjykimit, që do të dilni para Allahu xhel xhelalu. Normalisht Allahu xhel xhelalu sundan edhe këtu, edhe këtë ditë, edhe këtë botë, edhe botën e varrit, po edhe botën tjetër përpara Zotit xhel xhelalu. Inshallah do të mësoj Zoti që të kuptoni diçka nga Fatihaja. Ne kemi sjellë edhe Kur'an që i ka shumë mirë këto çështje, edhe kush mos ketë marrë nga ato kopjet Kur'anit, që i kemi sjellë treja, kanë edhe gjitha komentet për edhe tefsirin, mos hikni pa e marrë këto kopje gjithë, ato që si kanë marrë në net të tjera. Allahu inshallah mos na ndaf nga ky kapitull i Kur'anit. Mos na ndaf nga i gjithë Kur'ani, sepse dritë do të jetë për këtë botë, dritë do të jetë edhe në botën tjetër. Allahu na begatoft inshallah me surën Fatiha. Të gjitha falënderimet i takojnë Allahut, Zotit gjithësisë. Alhamdulillahi rabbil alamin.